Receta për sot, mantija tepër të mira. Fillojmë pa humbur kohë. Së pari për ta përgatitur recetën, na nevojiten 300 ml ujë. Vazhdojmë shtojmë 250 ml qumësht. Mandej 7 gram maja buke. Në fillim do të shtoj pak miell për të vazhduar më vonë edhe për të shtuar krypën. Miell do I hedhim derisa të na formohet brumi. Një lugë të xhellës krep edhe shtoj miellin derisa të formojmë brumin. Brumi nuk duhet ta lëni të butë. Po e shikoni këtu, pra është një brum sikur kur përgatisim brumin e pitës. Brumin e la me pushu 15 minuta. Mund ta lëni edhe më shumë nëse nuk keni kohë më njëherë me marr edhe me përgatit. Pasi të kalojnë 15 minuta, brumi veç ka fillu pak, pra ka pushu edhe po e shikoni që tash është zbut pak. Edhe tash brumin e ndajmë në pjesë të vogla. Gjithsej në total kam ndarë 9 pjesë. Nga këto pjesë formojmë kuleç të vegjël. Mandej kuleçt I mbulojmë edhe marrim kulaçin e parë edhe e hapim apo e çelim në një mallësi që do ta shikoni këtu në video. Kjo recetë do të jetë receta më e shishme që keni provuar për këtë lloj të mantijave. Pra petët I hapim të gjitha njëjtë, sikur kjo petën që po e hapim këtu, derisa të rritet në këtë mallësi. E mandej vazhdojmë edhe çdo petë, njëjtë kena me përgatit, e lyejmë me gjalp edhe me vaj. Vazhdojmë tash, vajin edhe gjalpin I kam bërë bashk edhe vazhdojmë I lyjmë mantijat. Secilën petë e palojmë në këtë mënyrë që po e shikoni këtu në video. Ja bojna kështu për shkak se peta lyhet në të gjitha anët njëjtë, pra nuk mbetet askon hapësirë pa u lyer me yndyrë. Pasi që ta palosim në këtë formë kështu, pra e palojmë, edhe tash vazhdojmë e lyjmë edhe pak, e mandej sërisht I japim formën e katrorit. Edhe kështu secilën pjesë do ta la me pushu derisa të përgatisim pra 2-3 kuleçet tjerë. Unë këtë e la me pushu sa të qelim edhe 2 ose 3 kuleç. Mandej e marrim të parën edhe vazhdojmë edhe sërisht e qelim, duke I dhënë kështu një formë si këtu në video. Pra mundohuni t'ja jepni formën e gjatë, për shkak se do të përgatisim mantijat edhe na nevojitet një hapësirë pak më shumë për mbushjen e mantijave. Pra për së gjati kështu mundohuni ta qelni petën. Kur brumi pushon, peta qelet shumë lehtë, edhe tash mbushjen po e bëj unë kësaj radhe me gjizë, për shkak se kam përgatitur një recetë tjetër me mesh, edhe unë kësaj radhe vendosa me përgatit me gjizë dhe ju them se vërtet bëhet një recetë tepër e mirë edhe e shishme. Vazhdojmë tash, mantijat I mbështjellim mirë dhe pasi të përfundojmë, atëherë do t'i vendojmë në tepsi. Unë për këtë recetë kam vendosur me përdor tepsinë e shporretit të rrimës, edhe kjo a tepsia, e vendojmë të gjitha petat një nga një kështu, edhe mandej pasi të kemi gati të gjitha, I ndaj mantijat, unë I bëj kështu të vogla, mund t'i leni pak më të mëdhaja nëse doni, pra krejt varet, ju si doni me përgatit recetën, mandej krejt në fund, mbi mantijat I lyejmë me pak vaj, ose nga gjalpi që kam mbetur. I lyjem pra nga vaji dhe gjalpi, edhe mantijat unë nuk I la me pushu. Drejt do I fusim në furrë. Furrën nuk e nxehne. Momentin që I shtim mantijat me u pjek, furrën e lshojmë në 180 gradë. Mantijat I kam pjek përapërsisht për 20-25 minuta, pasi të piqen mund t'i mbuloni, edhe t'i leni pak me u zbut. Nëse doni me u zbut ma shumë, I spërkatni pak me ujë edhe I mbuloni. Kjo është receta që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Me receta të tjera mirëmbëjtje.